Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falendrimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit Gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe vetëm për ati I kërkojmë ndihmën. Mëshirë Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na fal, na mëshiroj të gjithë. E falenderoj Mollën Zot që na mundsoi edhe sot agjërimin, po na mundsoi edhe namazet e tjera, edhe veprat e tjera që I keni kryer gjatë gjithë ditës. E inshallah kështu do vazhdoni gjithmonë me veprat mira. E Allahu do të na I fshijë veprat e këqija, edhe ta dini që gjithmonë kur të bëni ndonjë vepër të keqe, shoqëroni me dy gjëra, me pendim edhe me punë të mirë. Se gjithmonë punët e mira I fshin ato punët e këqija, ose I mundin punët e këqija, punët e mira. Gjithmonë kështu thuhet. Po inshallah do të veni, do të merrni mësime gjatë javës për ditat që tona ju presin tonë, për ditë xumaje, se do t'ju duhen shumë. Do t'ju duhen shumë vëllai për gjithë jetën. Sa në një fjalë të Allahut që lexohet në Kur'anin e Madhërueshëm, I cili flet për falënderimin për mirënjoftjen. Pra mirënjoftje do të thotë të shprehesh kënaqësi, falënderimin për personin I cili të bën një punë të mirë, të shërben, edhe shprehet mirënjoftja ndaj tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush nuk I falenderon njerëzit, nuk I ka falendëruar Zotin. Ndërsa Allahu xhël xhelalu thotë në Kur'anin e Madhërueshëm, nëse jeni falendërues do t'u ashtoj të mira. Pra, një nga kushtet që shtohet mirësi dhe begatitë e Zotit me qenë falendërues. Falendërues. Me fjalën elhamdulillah. Faleminderit o Zot që më begatove, që më dhe këto mirësi dhe këto begati. Se Allahu xhël xhelalu thotë, thuajeni gjithçka e kemi prej Allahut. Edhe kjo është e saktë, për arsye se asnjëri prej nesh nuk mund të ketë mundësi tjetër vetëm se prej Allahut. Me dim për shembull sa do të kemi qenë, por në majtë kështu krah. S'kemi ditë me hap gojë, me fol. S'kemi ditë me çu lugën me gojë, s'kemi ditë me la trupin tonë. Pra dikush na mësoi, dikush na rreti. Allahu xhël xhelalu do të thonë na pati në kujdesin e vet. Edhe erdhën në këtë moshë. Këtu që ndron rreziku që shumë njerëz largohen nga mirësitë e Zotit xhël xhelalu për shkak se ata mendojnë se I kanë nga zotësia e vet. Unë ju kam treguar për njeriu që ishte I qorru, edhe I erdhi me leku, I tha kene I dëshirë, tha unë kam dëshirë të më vënë syt edhe të kemë mirësi dhe begati. Gjatë gjallë, si ishte vënë kodrinor që për të pullot delet për shembull, edhe ju pranon lutja, unë bosh plak, me gjatë gjallë, I erdhën dhe syt, dhe mas 10 vitësh I paraqitet ai me leku në formën e njeriu që ka nevojë, që shtrin dorën duke I kërkuar njerëzve. Edhe I vjen edhe këtij, ka mundësi thotë I dele. Çfarë deli thotë? I kam nga zotësia ime, që kam heq për to thotë. Punoj në atë ditë thotë, mu shdo, sësh. Për një s'ka mundësi një ke gogjatë. Mu lërgo, sepse kam nga zotësia ime.
Pra, menja të shikë që dalë si për këti. Zakonisht kur thonë që të dalë menja për mi kaptojnë, futet kibri këtu, menja masia, mos falëndërimi i Zotit, mos mirënjohje ndaj Zotit, edhe me lekot dalë një çast edhe i thotë, ore, nduket se jemi pa i di. Jo, nuk njoh fare. Ore, po të njoh thotë, nduket se ke qenë i qërru. Po nduket thotë se të s'ke pas as gjanë gjallë as gjanë. Edhe Allahu e kthej prapë ato që shenë. Se ja morin, sepse e mahoj Zotin që nuk falenderoj. E përzoni atë lipsin. Zhduku. Sepse unë gjithë shka e kom nga zëtësia ime, thoshte. Edhe që thotë Allahu që në Kur'anin e Madhrueshëm, wa qalilan min ibadi ash-shukur. Pak nga robërit e mi falenderoj. Të shtë zgjidhë vetë falenderoj se ku jetë. E falenderon për mirësit apo nuk e falenderon? Nëse ju thotë Zotin Kur'anin e Madhrueshëm, do të mundoheni që t'i numëroni mirësitë e Zotit, kur nuk do ta arrini. Ku do e fillosh? Ke trupi, ke shëndeti, ke shikimi, ke folmja, ke goja, ke ushqimi. Ku do të fillosh? Dhe veçanërisht ne që besojmë Allahun xhela xhelaluhu, kur nuk mund të arrijmë për arsye se na udhëzoi, na drejtoi. Pra ka njerëz që sot e kësaj dite adhurojnë veçin për Zot. Kanë gjeti malat e i guri, duhet të adhurojnë për Zot. Disa tjera adhurojnë lokën për Zot. E tjera, plot ka njerëz. Ne elhamdulillah në ka lërsu Zotit që rëgjaru. Në po të shikoni lartësinë e besimtarit islam,